Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani e në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data sot është 27, muaj është i 5, pra 27 maj vitit 2026. Çfarë e bën të veçantë këtë ditë? Dita e Kurban Bayramit, flas për ne në Tetov dhe gjithë ata të cilët besojnë se besimi i tyre fetar bie edhe në këtë fest. Urime dhe gëzuar. Por, a ishte bashkështu? Si zakonisht, për çdo Bayram, qytetarët e Tetovës janë mësyn varrezave të qytetit, të cilët janë të ndara në dy pjesë. Në atë që është pak më në rregull, të themi kështu sipas standardeve, pra që kanë një datë dhe mund të gjesh më lehtë ndonjë varr të dikujt të familjarëve tuaj, sepse ka një renditje dhe ka një numër rendi, ndërsa te varrezat e vjetra ishte për të qarë atë me vajza dhe gra nga Zajazi dhe burra nga Malësia e Sharit. Por, kujt i lëm fajin? Do i lëm anën dhe moralin personal. Njerëzit mund të kenë 1001 halle dhe ditën e fundit apo ditën e parafundit thonë Tetov dhe gjithandej në shqiptari nuk trashet kurbani ditën e Arifes, për një ditë para Bayramit. Dhe se ka paregullsi në vazhdimsinë e punës së miftinisë nga miftinia më hershme, kjo shikohet dhe diktohet. Në atë që qytetarët u ankuan se në varrezat e qytetit të vjetrat nuk kishte pastërti, nuk ishin prerë edhe shumë kullose e kështu gjëra, kujt i bie faj? Pa marrë parasysh të gjitha arsyetimet. Faji është i miftinisë. Faji është i miftinisë, po s'është kësaj tash që është, e cila është në për diktat politik. Dhe dini pse? Nëse Bilal Kasami prap këmbgul që ta shes ujin, me arsyetim se EVN-ja është më e mira për shkak se ja don që të fitojë dhe e mirëmba non stop me Rim qytetin e Maqedonisë, sepse do që të përfitojë. Por mundohet që tash, për arsye se uji nuk mund ta shes se është monopol shtetëror, atëherë me orën mbajtësit, ashtu e tha. Po, orën mbajtësit, kush do i paguajë, Bilal? Di kthehemi me ftinisë. Orën mbajtësit, kush do i paguajë? Paguajnë qytetarë. Okej. Herën e dytë, pas 5 viteve, sepse ashtu që ka ligji, duhet ndryshoj, apo edhe më herët, ja tash si EVN-ja që e bën me ato direkt lidhen me shkupin, me kartela, prap qytetarët, e pse? Cili është investimi i firmës së cilën ti me këmbgulje po don me pru në Tetov, cila vetëm do vjel parat, pra do kërkoj nga qytetarët nëpërmes prokurorëve, nëpërmes çdo gjë gjykatave kështu me radhë, sepse normal se do ketë edhe njerëz të cilët e përmendën prokurorin, sepse do ketë njerëz që do reagojnë mas edhe fizikisht. Pra, Bilal Kasami është duke pru disa standarde me këmbgulje don që ta shet dikujt. Nuk themi se ka pjesë të vete hise, por pastaj gjërat tregojnë, si te sop më herë, tregojnë gjërat, se diçka nuk është bash thatë dora e Bilal Kasamit. Nuk është bash thatë. Nuk është. Dolën tash në certifikatën e tij të pronësive, doli edhe një pjesë diku në Pallçisht. Interesant. Ku është një familjar i tij afërt? Pse nuk është në Maqedoni? E kështu me radhë. Gjërat e tjera plot ka Tetova për tjetër Bilal Kasami. Jo, këshilltarët e komunës së Tetovës, nëse vazhdojnë që t'ja përkrajnë këtë ide, atëherë ata do jenë vetvrasësit e këtij qyteti. Sepse një qytet ekziston dhe jeton nëse ka ujë. Pa ujë nuk ka. Dhe vazhdojmë më tej. Dikthehemi prapë miftinisë. E tash, në këtë stil edhe miftinia po mundohet të bëj atë që e bën Bilal Kasami, po tash më ndryshe. A dini se miftinia e Tetovës është shoqatje qeveritare? Që mund të regjistërojë çdo njeri, ja, ti, unë, ai, tjetri, çdo njeri. Po shoqatje qeveritare zyrtarisht është. Ka dalë dikush më i mençur në atë kohë dhe ka regjistruar. E pastaj janë bërë multimilionerë. Unë i kam afër këto miftini dhe i shoh paradite me tjera vetura, bazite me tjera vetura, paradite me tjera veshmbathje, bazite me tjera veshmbathje, në mbrëmje me tjera veshmbathje. Nuk ka asnjë ndryshim nga ata që ishin pak më përpara. Bile këta po përdorin metodën e Bilal Kasami. Nuk reagojnë në asgjë që po shet Bilal Kasami. Dhe tash i kthehemi varrezave.
3 lloj përgjegjës ka. Ashtu më tha njëri që punon në Miftini. 3 lloj. Një që ka mbetur nga e kaluara, a drejtora përgjegjës, 2 të tjerë tash i kanë shtuar. Pra, sa të duash ka për të marrë rroga, ndërsa për punë vetëm 2 a 3 janë gjithë të vareza. Nëse varezat e vjetra, llogaritës e ka mbi 20.000 të varosur. 20.000 vare. I sa janë ato? Mbi 37.000 metër katror. Ai 40 që dhe zëmë, 40.000 metër katror. Njësën, se në mund t'i arrin 2 veta apo 3 të punësor, plus njëri pensionist e këthejnë kur duhet. Vend që të punësojnë punëtor fizik dhe për mirë mbajtje a dini pse? Sepse, ja tash po u them. Miftinia don siç e bëri varezat e vjetra në të djathtë të Kiperit të shkuar në Kodër të Diellit apo në Popova Shap parking. Tash do të bëj këtë. Çdo qytetar të paguaj në vit nga 10 euro për mirëmbajtje. Nëse dush, nëse s'dush, do të rinë varezat ashtu. Kështu më thanë njerëz të cilët duan të tovës të mirën, por nuk guxojnë të ngrenë zërin nga Miftinia. Miftinia nuk janë vetëm këta që punojnë në Miftini dhe janë gjithë ata të cilët janë me hoxhallar, me hafiza kështu me radhë, me imama e kështu me radhë. Ma thanë, pse nuk e përmend? Ja, e përmendi. Miftinia po luan rolin e Bilalit 2. Ndërsa rolin e Bilalit 1 e luan Bilali, por 1 ndërmjet 1-shit dhe 2-shit, këta 2-shit pra Miftinia hesht për shumë çka Bilali që i kanë nxjerrë në pazar. Hesht edhe për ujë. Ja dini se uji është diçka më e shejtë e dhënë nga Zoti? E tash, duke ikur kësaj, do gjejkan orë mbajtje. 250 deri në 500 euro një orë. Po çka nëse është digjitale dhe duhet lidhet me dikë dhe prej atje të ndalen ujë? Uji nuk guxon me të gjitha norma ndërkombëtare, nuk guxon të ndalet. Kushti i parë jetesës, pastërtia. Ndërsa këta, Bilal Kasami që me siguri ka diçka që kam ngul. Mirë po, pa marrë parasysh këta që të përkrajnë. Më thot këtyre ditë njëri, a është ligjore që ta kalojnë 13 me 16? Nuk o këtu mbi 50% që duhet të kalojnë, po nuk është. Si mund të atëherë t'i shet Bilali këto? 13 me 16, 3 është dallimi. Nuk është 50%, as 51. Çfarë nuk ka, çfarë nuk do të dëgjosh, çfarë nuk do të dëgjosh. Edhe pse, a i di mjaft mirë se çfarë ka kthyer gjykata kushtetuese. Mu për atë, unë si Mesut Shabani e kam dhënë në prokurori dhe këtyre ditë do kërkoj ku ka mbetur lënda. Ku ka mbetur lënda? Ta shohim cili prokuror do ketë këllqe që del kundër gjykatës kushtetuese, dhe pse këta në vend që ta thrasin Bilal Kasamin, i kanë thënë Bilal Kasamit dhe ekipës së tij se Mesut Shabani gazetari apo çfarë hamami është, ka ngritur padi kundër teje. Po, dhe do shkoj deri në fund. Le del një prokuror, vetëm pres edhe pak, mund të zhagitin, por le del një prokuror kundër asaj që, edhe pse ma thanë në prokurorinë e Tetovës, nuk ka iniciativë, s'ka iniciativë, ja unë do e ngrej iniciativën. Pres edhe pak, bëhet muaj, dhe do kërkoj mënyrë publike, do bëtoj edhe kërkesën time deri te prokuroria. Kush është Bilal Kasami? Nuk ja kalon amanet, gjithë unë kam familjar të cilët kalon vakëf andej këndej. Dhe e ti shesa, të tregoj atyre në Beograd apo në Iran atyre le të tregojnë se si shiten e vëve. A dikush investon që së bashku me Miftinin që kalbet çështja shqiptare sunite në Maqedoninë e Veriut, po se është në Maqedoninë Perëndimore. Vetëm këtu nuk kanë mund të deportojnë turli farrimat. Ka tek këtu, por nuk kanë mund në mënyrë masive të deportojnë. Okej, nuk është okej. Po edhe një gjë tjetër. Pyes Miftinin, pse nuk e ngacmon tikën pasi tika tha shoqata shtetërore e Turqisë që merret me mirëmbajtjen e objekteve sakrale. Pse nuk ndërmerr, pse nuk fillon dhe kur do filloj të sqaroj opinionin, kur do filloj rindërtimi dhe mirëmbajtja e Arabati Babateqes. Nuk është okej, por unë këtu vazhdojmë të pra. Çdo gjë është e planifikuar dhe me qëllim këta të Miftinisë e bëjnë këtë haos me varezat që të shtyjnë qytetarët të paguajnë. Dhe pas asaj, nëse nuk do paguajnë 10 euro në vit për mirëmbajtje, për 20.000 varezat e vjetra, ka 10 euro, atë bëjnë 200.000. Dini sa është 200.000? Për të punësuar mbi 7 veta deri në 8 veta atë me rroga të mira,
gjysma të mbetet Myftinis, 70.000 euro, dhe me thonë, më të e përsa të mbetet Myftinis. Qëfar lëndë të parë duhet bëjnë ata për të rëshur? Kosën, apo ato që kositën, maqina? 7 mund të punësojnë. Dhe të bëhet si parqe. Nërsa, për bilat ka sanë të gjithë pjosim. A ka dalë e në njerë jashtë Tetovës, vetëm deri në Beograd pas ka shku më duke. Të shoh se si Parizi ka një rrugë, 22 km një rrugë, në të djathën të majtë, me plot jeshillëke, me plot, 22, vetëm një rrugë. A mbërë mend ka 1.300-400 rrugë Parizi, të regjistruar. E ky, hajde dhe shesim çdo gjë. Atë di, ka të ndarë i rëndë dhe i vështirë. Njësesi këta të Myftinis. Jemi zortë në që kemi bërë. Në çdo fshat ka qytetari përveç nga vim, këta të Myftinis dhe nga vim këta të komunës së Tetovës. Se nuk tregon Bilat Kasami sa këshilltar të ënshëm ka të bllokut maqedonas të punësuar. Se nuk tregon. Ka këshilltar. Nuk e di ai shkojnë puna, më ka këshilltar për t'ia bërë qefin vëmërë dhe pëmnes. Nuk është okej, por unë vazhdoj më te. Dhe sot, ai që më ka befasuar është se kongresisti amerikan, Kate Self, ishte sot në Shkup, të zbatohet marrëveshja ore dhe të ruhen të drejtat e shqiptarëve. Pra, zhvilloi sot në Maqedoninë e Veriut takime të ndara me përfaqësues televizisë studentore shqiptare dhe me liderët e opozitës shqiptare nga Maqedonia e Veriut, ku diskutua për zhvillimin politik në vend, opozitën shqiptare dhe në për zbatimin e plotë të marrëveshjes së orit. Në takim me përfaqësuesit e televizisë studentore shqiptare morën pjesë Mevlana Ademi, Besar Sidi dhe Jonas Selimi, të cilët paraqiten shqetësimet e tyre lidhur me moszbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe tendencat që sipas tyre cënojnë të drejtat e fituara të shqiptarëve. Përfaqësuesit studentor theksuan rëndësinë e mbrojtjes së gjuhës shqipe, respektimit të barazisë kushtetuese dhe ruajtjes së frymës së bashkëqesedesës e të përfaqësimit të garantuar me marrëveshjen e orit. Më pas kongresisti Self zhvilloi takime me liderët e opozitës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ku morën pjesë Ali Ahmeti dhe Zjedin Seli. Tash do ndalim. Vetëm kam pritur që në toka politike e Ali Ahmeti dhe Zjedin Seli thonë, ne kemi pru kongresisti. Kështu a treguar gishtin e mesëm, nuk e kanë pru këta. E dim mjaft me kush e kanë pru. Diaspora shqiptare në Amerikë. Sepse kongresisti respekt, por dikush ja ka hekur edhe argjimet kongresistit. Si ishte e kënga? Nëna mos qaj se ke djemt në Amerikë. Okej, pra, s'kan lidhje këta dy që se kanë pru, ka ardhur raj nga dikush tjetër. Okej, edhe djedhe nga njëri plus. Njëri plus. Kështë okej, për unë vazhdojmë te edhe pak, por, mos harroni një gjë, dy varrosësit e qytetit, që quhet VKF, janë Myftinia, cila është shoqat jo qeveritare, pra edhe ti mund ta formosh, krijosh e pastaj ti mundish, nuk është organizat as shtetërore, as e krijuar nga institucionet e tjera, por shoqat jo qeveritare, ashtu e ka statusin. Dhe nuk paraqet edhe më keq të hyra dhe të dalë në fund të muajve mars prill të çdo viti. Nuk paraqet. Kjo është ajo që shteti e toleron dhe pastaj kushtozon. Njësoj edhe me Makedonska Pravoslavna Cerkve. Njësoj, edhe ata janë shoqat qeveritare. Por për dallim prej kësaj, shteti atje sponsoron. Dhe. Më ka befasuar sot një lajm mjaft interesant. Kur ishte Arben Taravari, unë i kam ndetur në qafë se pse kur ishte pjesë e qeverisë dhe ministrisë. Ku i ka punësime, thoshte 1200-1300 punësime në mjeksi atë. Dhe flet tash për diçka që është më veç e vonuar, 250 milion euro që janë shpërnda ndim nga Hungaria për kompani private, 250 milion euro është shpërnda në kompani si ndim me interes të vogël, asnjë kompani shqiptare. Po është mëse e vërtet. Unë, si Mesut Shabani, kam reaguar, kam mbi 20 shkrime, Taravari, bashkë kundër teje për këtë. Hershtatër, tash. Kishte 1/4 e asaj 1 miliard euro që e huazuan për Hungaria, ishin ndim për kompanit private. 250 milion, një qerek i miliardës. Dhe imagjinoni, ato 250 milion euro që u shpërndajnë në kompanive si ndim me interes vogël, me kamat vogël, asnjë kompani shqiptare. Asnjë, hiç për një për ilaç. Po, aty është ministër i ekonomisë ai Reh Gjiks. Që thonë Gjiks Pule, Besar Durmishi. Kjo është interesant. Vleni. Kur mos ardh një societetia më në pushtet. Shqipëria ti tregoni Mickovskit e te kalon Mickovski në çdo gjë. Nga lidere kështu e hoqën
As 3 ditë nuk ke, s'ka ka çuda 3 dana dosta, nuk ke lider në region, sepse më njëherë Bashkimi Evropian i ndau dhe 21 milion euro, kështu nga 49 të bën 70, dhe Maqedonia mbeti me 65.7, dhe nuk skuqen as pak. Nuk skuqen as pak. Merren me atë se si pritet e më tepër të eliminojnë të drejtat dhe atë që i përkasin shqiptarëve me kushtetutë. Unë prapë edhe njerë po them, jam një gazetar muti, një gazetar kote kot. Nga 1992 që jam në Tetov. Kam bërë shumë punë, por do bëj edhe një punë. Një e bëra me korridorin 8, dytën një gjysmë punë kam bërë me dhënien e Bilal Kasamit në prokurori dhe tash edhe një punë do bëj. Do dërgoj komplet gjykatës Venecias, mire kam, Komisionit të Venecias, Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Ta shohim cilët janë ato të drejta të cilat maqedonasit si shtet formues i kanë më tepër se sa që u takon sipas standardeve evropiane. Dhe do e bëj. Por jam duke e përkthyer kushtetutën, ka shumë punë. Asgjë tjetër. Unë këtu ju përshëndes, pra për gjitha këto pa marrë parasysh se Maqedonia në vendin e 79 sipas indeksit të kujdesit shëndetësor. Dini çfarë ndodh në shëndet? Shkoni shikoni spitalet në Kërçov, Vëdia, Gërdivër, 20 e sa vite në pushtet. Shikoni spitalet në Strug, mos shkoni në Ohra. Shikoni spitalet në Tetov, në Gostivar, nuk kanë as lëndë të parë asgjë. Pra, ishit në podcastin Mesut Shabani me Mesut Shabanin. Dëgjohemi nesër mbrëmë.